Përshëndetje miq, mirë se erdhët në podcastin e Blokonomi. Sot kemi të ftuar një sipërmarrëse e cila është e nominuar në edicionin ton të 5 të 40/40 dhe vjen nga industria e të pastërs. Ajo është Ermira Murati dhe themeluesja e kompanisë Xic. Ermir, përshëndetje dhe faleminderit që na u bashkove sot në podcast. Përshëndetje, faleminderit gjithmonë ju. Është shumë kënaqësi të kemi. Unë e di pak a shumë atë historinë tënde të formimit profesional, po do doja që kushdo që njeh kompaninë tënde dhe nuk njeh kush është pas kompanisë Xic të mësojmë shumë për Ermirën sot. Përpara se të kalojmë tek Ermira si CEO, kush ka qenë Ermira përpara se të merrte vendimin të futej kompanisë Xic? Ke pas ti punuar më përpara në një kompani 9-5 për dikë tjetër apo Xic është eksperjenca jote e parë profesionale? 9-5 ka qenë. Ku? Përfaqësuesja ime në Dukje. Po e ndjeja gjithmonë që nuk jam unë ajo 9-5. Ka qenë në të jetën industri, pra në kompani pastrimi? Jo. Do më thënë, dikush më një mua, ka bërë sa investigime për të parë se si jam unë këtu tani. Sepse realisht historia ime përfaqësohet nga financa, kontabiliteti, shifrat, që e vogël. Ti ke eksperiencë në këto Po, dhe mundohem që mos shkputem realisht, edhe tani që jam fokusuar në një fushë tjetër, mundohem që mos të shkputem nga ajo çfarë kam investuar fundja. Po sa të kanë ndihmuar të pasurit të njohurive në fushën e financave për të drejtuar një kompani që lidhet me pastrimin? Domethënë shifrat janë të rëndësishme në biznes, po kjo të ka stepur më shumë që shiko shumë risk aty, risk financiar i lartë, nuk po hidhemi. Apo ti e ke gjithkohës në kontroll dhe thua shiko, ka që risk është mjaftueshëm, unë e di se ku po shkoj dhe ka një dritë në tunel aty në fund të tij për të parë që investimi do e sjelli back atë koston. Çdo gjë ndodh për një arsye dhe pikë. Domethënë, sigurisht që më ka suportuar shumë fakti që unë kam patur një background në lidhje me kostot, llogaritjet, me shifrat, për në vazhdim të kësaj iniciative. Ama vetë iniciativa mendoj që ka lidhje vetëm me personin. Sa vite në treg ka Xic kompani? Rreth 5 vjet po bëhen. 5 vite në treg. Kështu si pa u kuptuar? Po. Kur ishte vendimi që të thaj një sekond, do nis një kompani? Okej, të bëj një kështu si përmbledhje. Unë isha një financiere që punonte në një orar standard. Gjithkohës me këtë bluarjen nga brenda që a është kjo gjë që dua unë. A jam unë maksimumi këtu. Në momentin që një personin e jetës, krijohet familja, edhe aty është një game changer. Si ndryshoi loja aty? Ndryshon loja sepse ti automatikisht shef në peshorën tënde çfarë është e rëndësishme. Dhe për mua ishte familja. E edukuar në atë mënyrë, bëra ato llogaritë mia, po prap te llogarit dalin, që familja është e para. Dhe duke qenë se e dua familjen e madhe, sot jam nëna e 3 under 6. 3 fëmijë, 9-6 vjeç, e madhe e 6 vjeç. I dhash asaj përparësi. Por, ndërkohë si një shpirt pak iniciator që jam edhe nuk mjaftohem me veten me pak, asnjëherë. Nuk mund ta lejoja që një zgjedhje ime me dëshirë të më pengonte nga një pjesë tjetër që duhej realizuar. Kishte jeta profesionale. Pikërisht. Po pse e konsiderove game changer ardhin e partnerit në jetën tënde? Për faktin se ti kuptove që në fund të ditës Po, nuk është ardha e partnerit game changer, është fillimi i familjes, se partneri mund ta kesh, mund të rrini shumë gjatë bashkë, familja është tjetër. Të kesh familje me fëmijë, se dalim këtu pastaj që meshkujt dhe femrat nuk janë të njëjtë gjithmonë. Edhe në momentin që krijojnë familje. Po. Femrat do të sakrifikojnë. Çfarë bëri Ermira në momentin që i dha prioritet familjes? Ishte një full time person i angazhuar tek fokuset e familja apo ndërkohë ti kishe dhe angazhime profesionale? Kisha, domethënë Ermira asnjëherë nuk ka qëndruar pa punuar. Paralel, që 18 vjeç kam punuar në shkollë, në punë, pastaj familja. Prap nuk desha që të shkutem. Prap mundohesha që part-time të punoja nga shtëpia në profesionin që kisha aktualisht. Po mundon të kuptoj kur erdhi kompania? Kompania erdhi në momentin që mua mu desh suport në shtëpinë time. Dhe sigurisht që unë një person iniciator, një person që beson
në disa vizione, nuk mund të hiqja dorë nga jeta ime vetëm sepse shtëpia kërkonte punët. Absolutisht. U mendova, punova shumë vetëm për gjetur balancën. U desh suport në shtëpi që unë të mbyll të dy gjërat e mia të rëndësishme. Nuk mund të isha një nënë cilësore nëse unë nuk isha cilësore për veten time. Ky është thelbi. Dhe këtu kthesh Kërkova ndihmë për vete. Po. Nuk gjeta atë që doja. Tregu kishte mangësi. Atëherë thash një sekond. Prit pak tash. Duhet studiuar kjo punë. Nëse unë kërkoj ndihmë për veten, sepse unë jam një femër në karrierë, njëkohësisht nuk mund ta privoj veten duke qenë nën. Nuk jam e vetmja. E sigurt që nuk jam e vetmja, por jetoj në kryeqytet. Çfarë ishte diferenca në treg që vëre re që duhet plotësuar? Domethënë kush ishte mungesa e shërbimit profesional, ishte mungesa e kompanive mjaftueshme, ishte mungesa e njerëzve të kualifikuar. Domethënë ç'ishte ajo gjë në treg që të thotë një sekond se këtu ka një oportunitet dhe këtë unë do e mbush me shërbimin që ofroj. Okej. Një person si unë që kërkon të bëj gjitha vet, u dorëzua dhe kërkoi ndihmë për në shtëpi. Po. Sepse siç e kam cekur edhe në mbledhje që bëjmë ne, specializimi është çelësi i suksesit. Nuk kam pse të lodhem duke bërë gjitha vetë dhe asnjë gjë të saktë. Unë fokusohem te ajo çfarë është më e rëndësishme, familja, e dyta karriera. Nuk mund të privoj mua këto të tretat që janë punët e shtëpisë. Dhe nëse e kërkoj unë një gjë të tillë që unë i dua të gjitha vetë i kem nën kontroll, ka femra në të karaktereve të ndryshme, të nevojave të ndryshme që e duan të gjë, e sigurt. Dhe këtë bëri që ti të Dhe kjo më bëri që unë të merja informacionet e duhura. Nuk gjeta komunikimin e duhur në ato 2-3 kompani që kontaktova. Komunikimi ishte absolutisht korrekt, ndërkohë që unë isha përballë klienti potencial. E dyta, atë kompani që zgjodha, erdhi absolutisht një shërbim jo korrekt, jo i plot. Atë mendova që shikoj se diçka duhet të bëj. Duhet të ndihmoj ato shoqet e mia. Okej, po, shumë interesante, se ndoshta nga ky fillon tregu i parë, pra, rrethi i ngushtë për të kuptuar ka, s'ka, vetja patjetër mjafton për të kuptuar ka apo s'ka treg. Sa rëndësishme janë financat për të nisur një kompani në fushën e shërbimit të pastrimit? Do thënë, nëse dikush aty jashtë është duke pasur në mendje që do të hapi një kompani në fushën e pastrimit, statistikisht, kushdo që thotë që shikoj ideja ime është geniale, asnjë nuk e ka menduar më përpara, të paktën 7 persona në rrugën toksor mendojnë të njëjtën gjë që duke menduar ti. 7 e kam thënë. Po, domethënë diferenca është që who jumped the first in the market, kush hidhet i pari në treg. Sa të rëndësishme janë financat dhe a të kam penguar ty kushtet financiare që ta shtyje në kohë procesin e të hapurit të gjithë, dhe jo ta nisje në fëmijën e dytë apo në fëmijën e parë dhe the një sekond tek fëmia i tretë unë do shoh të hidhem në treg. Unë gjithmonë e dija që nuk jam personi 95, siç e thash. Diçka do bëj se s'bën. Ama nuk e dija absolutisht çfarë. Por gjithmonë e kisha lidhur në lidhje me shkollën që kam mbaruar, financat, me studimet që kam bërë. Asnjëherë që unë do dilja komplet nga zona ime përgatitore që kisha deri në atë moment. Por këtu duhet një person që i lind një vizion. Ai vizion më erdhi. Tash diçka e mirë do të bëhet në Shqipëri. Mua nuk më mungon iniciativa, as mbështetje nga familja, të dy e kam patur. Vështirësia haset në vendin ku zhvillon atë aktivitet. Financat janë të rëndësishme, sigurisht. Financat janë të rëndësishme për të mbështetur nga mbrapa nëse ndodh një gjë pa parashikuar. Po, në këtë fushë nuk është e rëndësishme ai primi fillestar, nuk është. E rëndësishme është diçka tjetër që shumë e anashkalojnë, dhe dikush që ka informacion në këtë fushë e di, investimi konsistent. Tek stafit e biznesit. Mendojnë që është një gjë e thjeshtë. Vështirësia e parë që hase kur futen në treg. Kulturimi i tregut. Që ky është një shërbim që meriton rëndësinë e vet. Edhe si ndërtove ti besimin te klientët? Kjo është e rëndësishme. Ti kishe klient që ishin zhgënjur nga një eksperiencë më parshme me një kompani tjetër, apo ishin klient që të parë Çelësi është komunikimi. Unë jap shumë rëndësi dëgjimit të klientit.
Një person që e di se çfarë do t'japë, që ka për qëllim të japë më të mirën në vet, jo të marrë një fitim ditor, por një person që do të ngrejë diçka të saktë me baza, e dëgjon klientin. I grupon klientët. Ky klient është ai zhgënjyri. Ky absolutisht nuk e ka problemin te kostoja që do paguaj. E ka problemin te shërbimi. Ai e di se çfarë pret, por ai është zhgënjur. Do japësh maksimumin si grup. E bën të vetëdijshëm klientin që kjo kosto vjen për këtë arsye, pra ky shërbim ka këtë çmim për këtë arsye, ama ti do të në fund të ditës do ta justifikosh në 100%. Kjo është klienti i zhgënjur. Klienti i ri. Këti klienti që do të guxojë se i duket një gjë shumë e mirë që ta provojë si shërbim, ta lehtësoj veten një herë, një femër. Ta provojë dhe unë. I kam ush mendjen e bashkëshortit që shiko se jemi njësoj në dy. Pse edhe unë mos marrësh suport siç merr ti hidrauliku? Po. Asaj ti do t'ja bësh të qartë që ky shërbim vlen. Nuk është pa vlerë ajo puna e shtëpisë që bën ti. Kjo është lufta e shekullit të 21. Po, dhe gratë në të paguara për atë që bëjnë. Gjatëm të kjo, se kryesorja që më ka shtyr mua se ke shumë shkopin gjithë rrugës. Kryesorja që më ka bërë që unë t'i ka përcejt gjithë të është vetëm ngritja e një gjëje të justifikuar, pra një shërbimi të pranuar. Ka ardhur koha që ndihma në shtëpi për femrën të jetë njësoj si nevoja e hidraulikut, e teknikut lavatriçës, që e merr burri se nuk di ta bëj vetë, e elektricistit, ashtu do marrë dhe femra ndihmë për atë punët e veta. Sepse jemi 8-4 ose 9-5 të gjithë, të dy palët. Tashmë. Femra bën sakrificë që krijon familjen, është më së mjaftueshme dhe nuk e di kjo lufta që bëhet nga femrat për barazi gjinore. Do ta bëjmë burrat kërkesën për barazi gjinore, ne jemi shumë lart. Do fokusohem faktikisht tek një nga problemet kryesore që unë mendoj që është në industrinë tuaj, është informaliteti. Pra në një treg që ka më përpara, nuk po them shumë ka më përpara, por ndoshta 5 vjeçaren e fundit ne kemi zgjidhur të formatit një zonjë e cila ofron shërbimin e pastrimit, ose një mikesha ime një zonë që ofron shërbimin e pastrimit dhe kemi zgjidhur në mënyrë informale. Sa e vështirë ka qenë ta formalizosh këtë si treg. Edhe mbi të gjitha, ti thuash klientit fundor që mund të jetë familjar, jo domosdoshmërisht një biznes, e biznesi deri diku është pak më e thjeshtë, se është nevoja. Është specializuar, e di që duhet dikush i paguar atë. Po një treg familjar, pra një treg informal, sa vështirë është ta edukosh që shkon do të sjell një zonjë apo një grup persona që do bëjnë pastrimin general të apartamentit, biznesit apo të vilës tënde. Fjalia që unë përdor kundrejt klientit në momentin e diskutimit e bindjes nga ana ime që shiko ky shërbim vlen dhe ka këtë kosto e kash duhet ta vlerësosh dhe ti, është fakti që unë i them për çdo gjë, përgjegjësia është e imja. Automatikisht atë klient e lejon të guxoj. Formalizimi i tregut do të thotë automatikisht edhe çmime të larta? Po. Do të thotë çmime të larta. Po. Kur e kupton, domethënë sa kohë duhet për ta bindur klientin fundor që shkon një çmim i lartë? Do të thotë ai që ti përmendë pak më përpara, cilësi më e mirë, përgjegjësi më e lartë për atë që mund të sjell ty në vilën tënde, në apartamentin tënd apo në biznesin tënd. 5 vite. Dhe akoma nuk është arritur. Nëse e pranon si përgjigje sa kohë duhet. 5 vite dhe akoma nuk është arritur, po punojmë shumë fort. Unë vetë nuk e gjeta dot direkt atë personin. Edhe unë kërkova një informale atëherë. Po kisha frikë. Doja diku ku dalia përgjithësinë. Se fundja nuk ke besim të futesh këdo në shtëpi. Patjetër. Sidomos po flasim për këtë target group që janë klientët të individ ose familje. Nuk mund të futesh këdo në shtëpi dhe unë i them përgjegjësia është komplete ime dhe ashtu siç i përshëndes shumë dhe klientët e mia tona. E din që nëse ka patur një incident të vogël, sepse nëse rrin në shtëpi, ju them punëtorëve të mia, grupit, që shikon, nëse po rrin, se mërziten shumë ato. Janë shumë zonja të mira. Edhe prandaj edhe kemi marrë kështu si nickname zonja Xiz. Se secila për tyre është zonja Xiz. Nuk jam unë zonja Xiz. Dhe ju them që shikon, nëse po rrin në shtëpi, nuk do ndodhte asnjë gjë te shtëpia e klientit. Ti po punoje për një rezultat të mirë
dhe ndodhi ky incidenti. Automatikisht ajo është e shkarkuar nga përgjegjësia. Nuk donte ajo që ndodhte një gabim. Patjetër. Edhe sigurisht që çdo gjë me komunikim maksimal për të kërkuar një zgjidhje, jo për të gjetur fajtorin, me klientët kemi arritur gjithmonë në konsensus. Stafi juaj besoj se përbëhet më shumë nga zonja apo jo? Më shumë, po, ka dhe meshkuj. Sa e vështirë është të merresh me zonja? Mora frym këtu. Të merresh me zonja, të menaxhosh. Gjithmonë roli kryesor është karakteri i çdo cilit që ti ke të bësh me të. Ti e ke të vështirë ta kontrollosh këtë, domethënë ti nuk e di se si duhet karakteri atij që ty do të vinë në biznes. Jap shumë rëndësi intervistës fillestare me personat që rekrutojmë. Përpiqem të jem dhe vetë present. Ajo energjia kryesore jepet që atë ditë. Dhe ti e di nga kush e pret çfarë do lloj kategorie gabimi. Edhe kush ka qenë situata më e vështirë për të menaxhuar me stafin? Një ndër shtyllat kryesore që skuadra jonë mban në themelet e veta është komunikimi edhe empatia. Këto zonja sigurisht janë më se të mirë kuptuara. Dhe këtyre zonjave kryesorja është që po ju hapet një mundësi pune. Të kenë edhe ato një rrogë që i bën të pavarura në familje. Sepse, le ta pranojmë, nuk duhet shumë kualifikim universitar për të bërë një punë tillë. Ama duhet dëshira për të nxjerrë rezultat mirë, puna në grup edhe korrektësia. Dhe edhe nëse ke një shkollë të lartë, siç themi ne, ndoshta si ke këto, nuk e bën atë punë. Sa vështirë është mundohem të zgjidhim. Si gjen ti stafin? Me intervista. Po, Por, vlerësoj edhe këtë pjesën që nëse un kam një punëtore të grupit ton, i them, ti, një zonjë që ka nevojë për punë dhe që i përshtatet grupit ton, prioritet janë këto. Word of mouth, të tipit ata sugjerojnë njëra tjetër për të ardhur. Patjetër. Pse jo? Pse jo, ajo të marrë dikoj që ndihet mirë ku punon me të. Funksionon më mirë puna në grup. Të fokusohem pak te kompania. Okej. Di se krijuar 5 vite më përpara. Pra 5 vite aktualisht në treg. Çfarë shërbime ofron dhe kush është klienti fundor? Për këdo që është duke kërkuar një partner për pastrimin. Patjetër. Target grupi jonë janë familjet kryesore, bizneset, të cilët kanë nevojë që mos të humbin energjitë e tyre edhe me këtë pjesë, e ofrojmë ne. Automatikisht ato janë të shkarkuar nga çdo lloj stresi në lidhje me këtë pjesë. Edhe bizneset. Biznes patjetër, edhe bizneset, jemi edhe në bisedime, kemi edhe ambasada me të cilat ne bashkëpunojmë. Jemi në bisedime për disa kontrata realisht të mira, të cilat do të na japin edhe ne suportin që na duhet. Por, portfoliun me shumë mundësi do të zgjerohet. Në disa fusha të cilat ne isimi akoma gati për të bërë publike. Okej. Në s'po vjet një lajm. Jo. Mendoj që do të jetë rësi. Interesante. Ti përmendje pak më përpara, nën e 3 fëmijëve, nën 6 vjeç. Sa e vështirë është për një grua të menaxhojë një familje, të menaxhojë një kompani, shumë të jetë jetë sociale, ke gjetur ti balancë midis këtyre 3 është shumë e vështirë realisht. rrethve. Është shumë e vështirë. Por duhet një karakter i cili di të zgjedh prioritetet. Ke pasur ti mentor në këtë rrugtim? Dikush që të ka thënë, mirë, mos shko këtu, ose unë kam shkuar në këtë rrugë, e di se çfarë të pret në fund të tunelit, apo ke zgjedhur ti besosh intuitë shko. Kjo është rrugtimi im, do e zgjedh unë se unë jam natyrë që vjedh shumë. Vjedh experience, vjedh mend, kërkoj mendje nga persona sigurisht që shoh që kanë arritur diçka në jetë. Automatikisht përjashtoj çdo mendim i cili nuk është i bazuar diku në një arritje të atij personi. Edhe këto persona kanë qenë të ndryshëm, nuk është se të pasur të ndryshëm. Patjetër familja ime është gjithmonë njëherë suportuese maksimale. Që jam me fat. Pastaj, siç e thash, unë mendoj që një njerëz që do të realizojë diçka, jep maksimumin e vet dhe përjashton gjërat e parëndësishme. Ka pasur momente besoj ku ke thënë, shikon, do hiq dorë. U lodha 9:00 se 9:05 nuk është kjo punë, por është 9:00 deri kur të ardhish të zgjidhësh problemin e fundit. Biznesi personal, individual është hoqja dorë nga 9:05 që të punoj 24 orë. Po s'ke pasur momente që ke dashur të heqësh dorë, thua shko duhet të kthehem. Kam pasur. Po çfarë ka shtyrë? Ke thënë 1 sekond?
3 minuta breakdown, Unë kam qenë gjithmonë të flas në shumës për grupin, për skuadrën, po sot ndoshta po më bie që të flas për veten. Më mirë heq dorë nga një gjë të cilën e ngrë deri në një pikë edhe heq dorë. Nuk e lë një gjë në baltë asnjëherë. Pa e ngritur nuk e heq dorë. Dhe kjo më ka lënë. Nuk dorëzohem. Si ka qenë 2025 për ju? Tregje të reja apo thjesht krijim besimi tek ata klientë që xhaha i kishit? Ka qenë me pjesë. Në gjysmën e parë të vitit kemi patur goxha klientë të rinj të cilët kanë ardhur të referuar dhe për mua kjo është arritje. Pra, nuk kanë ardhur nga socials, nga ndikime Instagrami apo rrjetet tona webi, kanë ardhur të referuar. Nuk kanë asnjë feedback nga këto fotot dhe marketingut. Dhe kjo është fitore për mua. Pra dikujt i ka pëlqyer shërbimi dhe e ka referuar. Është shumë e vështirë të referosh një shërbim. Shumë e vështirë dhe duhet guxim nga personi. Do thotë që ai person ka qenë shumë i kënaqur, ai klienti joni ka qenë i kënaqur, edhe ka marrë guximin të thotë një miku të vet, sepse është tik me dy presa. Nëse miku del i zhgënjur për arsye komplet të reja, të cilat i ka në dorë ai personi që referon, normalisht personi tjetër ndihet keq. Kështu që mbi të gjitha, në persona që vinë të referuar ne japim mbi maksimumin tonë. Patjetër, prioritet, se është një klient i sugjeruar. Sfida më e madhe në këto 5 vite? Futja e kulturës këtij shërbimi në Shqipëri. Pra, unë jam fokusuar në edukimin e klientëve tanë që ky shërbim vlen. Ka rëndësinë e vet. Sepse është diçka që shkon e pa kostuar në fund të ditës. Është e mirëqen aty dhe nuk paguhet fund ditës. Është konkurenca e lartë në industrinë e pastrimit? Si e shikon bazuar me nevojën që ka, se patjetër që domethënë është shërbimi ka ekzistuar edhe kohë më përpara, po a është e lartë konkurenca apo është tregu është aq i madh sepse janë duke u futur edhe segmente të ri në treg, domethënë vetëm biznesi, klienti fundor, po sezonali, sidomos turizmi një herë që ka mendimin është një nga fushat prioritare të biznesit të pastrimit, paktën sidomos në zonat bregdetare një herë është një nga shërbimet më të mirë paguara, më korrigjon nëse unë jam gabim për këtë. Është sepse është sezonal. Konkurenca ekziston gjithmonë. Së fundmi po tenton të jetë e fortë. Por realisht unë jam shumë fokusuar në shërbimin që japim ne. Komplet unë nuk shoh anash në pjesën e rritjes biznesit. Nëse ti je fokusuar shumë mirë në atë që bën ti, konkurenca nuk ekziston. Në 5 vitet e tua të ardhshme do jesh prapë duke u marrë me Xiz apo ti shikon ndonjë portofol të ri të bizneseve? Xiz do të jetë zonja Xiz do të jetë zonja M, dhe sigurisht që do të ketë degëzime, patjetër. Franchise apo pika të reja që do hapen? Pika të reja patjetër, në qytete të tjera të cilat realisht po kemi shumë kërkesa, na ka kërkuar edhe në Kosovë, pafund, në Prishtinë, që të hapim një zyrë. E kemi në planet tona afatgjata. Por përveç të tregu aktual që kemi, që jemi realisht të kënaqur, dhe gjithmonë jemi falënderuar çdo ditë besimit që klientët krijojnë te ne dhe na e dedikojnë. Por do të kemi dhe shërbime të reja, që i dedikohen bizneseve. Prap në industrinë e shërbimit të pastrimit. Okej, mendova se do më thoje do hap një kompani në financa, por jo, nuk do shkojmë deri këtu besoj, 5 vite të ardhshme. Është koha e Xizës sot. Është koha e Xizës sot. Do të jemi një podcast tjetër. Do jemi podcast tjetër, po, pak po e sigurt, është që ti je në 40 se je nominuar në 40 under 40. Pra, si e shohun atë roadmapin tënd të jetës profesionale, është një vajzë e diplomuar për ekonomi, për financë, më pas një nën, 3 fëmijë, një kompani, edhe shumë gjëra të tjera, plane afatgjata, pra një hartë e jetës nëse mund të themi. Nuk do të të kthej këtu kur ti ishe në të 18-at e tua, pra një 18 vjeçare me shumë mondra besoj, dhe e ke Ermirën 18 vjeç tani përballë. Çfarë do i thoshe ti Ermirës 18 vjeç? Duke ditur gjithë ato dilema që mund të kesh pas në kokën tënde, ato ëndra apo dhe çfarë do lloj rrugtimi që ke përjetuar? Ke Ermirën 18 vjeç. Ermira 18 vjeç ishte bombë energjie, realisht. Edhe po tentohem që ta rizgjoj edhe bombën. Komplet e justifikuar që është në përgjumje pak, sepse siç të thash prioritetet janë familja.
I them Ermirës që shiko se ajo pika fundore ku ti pretendon ti jesh 32 vjeçe, do jetë po e njëjta. Mos u shqetëso dhe ki besim te vetja se rruga do të jetë pak ndryshe. Po plotësimi në karakter edhe në vete është aty ku duhet. E ke shijuar këtë rrugtim? Pafund. Do ndryshojë ndonjë gjë? Ka ndonjë kështu gjë të vogël do ndryshojë që ta kishe bërë më herët, ta kishe bërë më vonë, mos ta kishe bërë fare? Unë besoj te gjërat që ndodhin zinxhir. Kështu që nuk guxoj të ndryshoj asnjë gjë se më ndryshon komplet rruga. Të pëlqen, e ke shijuar dukshëm. Po. Edhe unë shijova shumë. Jam që njeriu do të marrë më të mirën asaj që çfarë ka përpara. Mos u lodh me çfarë mund të ishte. Merr më të mirën asaj çfarë ke në dorë. Dhe çdo gjë do të jetë mirë. Edhe unë shijova shumë të bisedë me sot me ty. Falenderoj shumë që më keni bërë pjesë edhe që më dha të hapësirë në podcastin tuaj. Shpresoj që gjërat bukur na presin. Shumë faleminderit, kënaqësia gjitha jona. Shpresoj se të shohim në 40 këtë vit se ti edhe e nominuar, kështu që do të kemi në coverin e revistës dhe pse jo pjesë e 40-s. Faleminderit që ndave këtë rrugtim. Faleminderit ju. Kënaqësi. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët, bashkë do shihemi të mërkurën orën 20.